Jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës për të shprehur shqetësimin tonë të thellë lidhur me mbajtjen e prezantimeve në shkollat tona për nxënës të mitur nga përfaqësues të gjykatës speciale. Të nderuar përfaqësues të mediave, sipas incizimeve të publikuara në media gjatë këtyre prezantimeve është përdorur gjuhë skandaloze në kundërshtim me parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe standardet ligjore të edukimit. Nxënësve, shumica në moshën 18 vjeçare, u janë paraqitur pretendime të njanshme duke etiketuar ish krerët të UÇK-s Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si kryerës të krimeve të luftës dhe krimeve tjera kundër njerëzimit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se kjo qasje është e papranueshme dhe skandaloze. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që sa më parë dhe urgjentisht të zbardhet se kush është përgjegjës për këtë propagandë, si ka ndodhur që ligjëratat e parapara të shndrohen në prezantime politike. Po ashtu, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkojmë llogari nga Ministria e Arsimit për mënyrën se si lejohet që kushdo t'i ligjërojë nxënësve të Kosovës pa mbikëqyrje institucionale dhe pa standarde profesionale. Këto ligjërata si dhe arsye tjera që kemi përmendur gjatë këtyre ditëve, dëshmojnë se kjo gjykatë ka devijuar nga misioni i saj bazik. Prandaj, marshi i paralajmëruar për datën 17 shkurt me sloganin drejtësi jo politik është sot një reagim i natyrshëm në momentin kur ky proces ka hyrë në fazën finale të tij.